Një mesazh u shpërndar ditët e fundit në grupin e brendshëm të Partisë Socialiste nga ish-zëvendës kryeministri dhe aktualisht deputet Erion Braçi. Mesazhi, siguruar nga #pikal, u drejtohet strukturave të PS-s në njësim 5 dhe përmban akuzat të drejtë për drejta ndaj ish-drejtores së PS-s në këtë njësi Anila Shehu. Mesazhi është dërguar në mesin e javës kaluar, por publikimi i tij është konsideruar i domosdoshëm për shkak të agravimit të situatës në territorin e njësisë numër 5, siç shprehet vetë Braçi. Braçi akuzon Anila Shehun se po vepron në kundërshtim me udhëzimet e Partisë Socialiste dhe me vendimin për largimin e saj nga drejtimi i PS-s në njësinë 5. Sipas tij, ajo ka vijuar kontaktet me kryetarët e organizatave socialiste për të lobuar për një kandidat jashtë njësisë 5, duke përdorur edhe forma presioni dhe intimidimi ndaj anëtarëve të partisë. Mesazhi i plot. Mirdita, ky është mesazhi i kryetarit të partisë në mes të javës që shkoi. Nuk do ta postoja kurrë si këtu, nëse situata nuk do të ishte përshkallëzuar kaq shumë në territorin e njësisë son, njësisë 5, dhe nëse kjo situatë nuk do të ishte e përsëritur që prej vitit 2021. Ju lutem ta lexoni mesazhin. Tani, Anila Shehu, ish drejtuese e PS-s në njësinë 5, po vepron prej javësh saktësisht kundër asaj që kryetari i partisë ka ndaluar të ndodhë. Anila Shehu, për shkak të gjithçkaje që ka bërë gjatë kohës që ka drejtuar PS-n në njësinë 5, përfshirë sjelljen mizerabël ndaj anëtarëve socialist, sjelljen tërësisht paligjshme në zyrat e shtetit dhe ndaj punonjësve atje, si dhe sjelljen e tmerrshme me një proces etik si legalizimet, e kam larguar unë nga drejtimi, të cilin e mori për pak ditë para disa javësh me miratimin e kryetarit të partisë. Para dhe pas asaj dite, Anila Shehu ka bërë gjithçka për të coptuar Partinë Socialiste në njësinë numër 5. 2 javët e fundit ajo ka shtuar angazhimin e saj në drejtime që kryetari i PS-s i ka ndaluar, siç është kontakti me kryetarët e organizatave të PS-s të njësisë 5 për një kandidat jashtë njësisë, si edhe kërcënime ndaj kryetarëve dhe anëtarëve të këtyre organizatave, deri edhe në lidhje me vendin e punës për të njëjtin qëllim. E gjithë kjo është e provuar prej meje dhe e njohur që nga roli i saj në zgjedhjet e vitit 2021. Tani, ky është mesazhi i fundit që unë shkruaj këtu në grup. Mesazhi i dytë, nëse Anila Shehu vijon, do të jetë publik në të gjitha rrjetet sociale. Aktin e tretë, nëse ajo vazhdon, do ta përfaqësoj një kallëzim penal për intimidim dhe kërcënim ndaj kryetarëve dhe anëtarëve të Partisë Socialiste. Ndërkohë, u kam kërkuar bashkëkryetarëve të PS-s në njësinë 5 të nisim procedurën e çregjistrimit të Anila Shehut nga Partia Socialiste. Nga ana tjetër, kam një mesazh shumë të qartë për kryetarët dhe çdo anëtar të PS-s në njësinë 5. Në vendet e punës nuk jeni prej Anila Shehut. Jeni prej meritës suaj profesionale dhe kontributit të gjithë secilit. Kështu do të jetë edhe nesër. Ju kam thënë qartë se libri i meritës do të jetë i vetmi udhërthyes nesër. Anila Shehu nuk hyn as do të hyj askund më 12 maj, madje si plotësisht e papërshtatshme në përputhje me ligjin nuk ka se si të jetë as aty ku ndodhet aktualisht. Vijoj me detyrat, përfundon Braçi.